Atë ka ndodhur edhe ty ndonjëherë që thu se di çka me bo. I kam 2-3 mendime. A ke pyet veten ndonjëherë se pse i ki 2-3 mendime, ose ndoshta 2-3 karaktere, ose edhe ma shumë? Shpesh ndonjëherë na vetëm nuk e njohim. Pse? Sepse kjo është kodi yt, pra karakteret e tua që i ki mrena vetes, që Zoti ty ka kriju me qëto. E qëto janë farat tua, që ky është potenciali jot. Por na që nuk e kemi ditë se çka është, kemi mendu që thjesht hajt janë mendime ose janë karaktere. Por pikrisht qëto karaktere e përfaqësojnë ose e përcaktojnë edhe jetën tonë. E për qëto do të flasim në webinarin tim me datën 27 qershor në ora 7:30. Të pres.